Mirëmbrëma të nderuar shikues nga studio e Blu Televizion, zgjedhje 2025. Si çdo të martë dhe të mërkurë, ne jemi bashk. Sot me mua është Ardi Stefa, analist. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Është i shtuar tryezës analizës Egla Imeraj, gazetare. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Të ftuarit pas pak. Do të flasim sot për angazhimin e partive, kryesisht partive të reja, në këto zgjedhje 2025. Janë parti të reja, janë me përfaqësues të rinj, por njëkohësisht janë dhe parti që e kanë provuar mbështetjen e parë të elektoratit. Është partia Mundësia, e drejtuar nga deputeti aktual Agron Shehaj, i cili në zgjedhjet e 2021-shit e fitoi mandatin bindshëm. Ndërkohë, është partia Lëvizja Bashk, që është në garën e 11 majit, një parti e cila drejtohet nga Arlind Qori, i cili mori pjesë në zgjedhjet vendore dhe fitoi disa mandate në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Pra janë parti që kanë dhënë prova, por që gjithsesi në këto zgjedhje janë për herë të parë. Dhe unë sot kam kënaqësinë që të flasim për këto parti me përfaqësues të tyre, me kandidat që janë në listat e partive e subjekteve politike në këto zgjedhje. Kam të ftuar Klodian Xhueri, i cili kryeson listën e Partisë Mundësia. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kam zotin Ilir Zoto, avokat, i cili kryeson listën e Partisë Lëvizja Bashk. Faleminderit Ilir. Mirë se u gjeta dhe ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësi të flasim me ju, edhe me kështu me përfaqësues dinamik të partive të reja. Ta nis me Lëvizja Bashk? Patjetër. Sa bashk jeni, Ilir Zoto? Atëre, normalisht Lëvizja Bashk është një parti e re. Do me thënë që është krijuar para 2 vitesh si një grupim i disa pedagogëve, intelektualve, profesionistëve të fushave të ndryshme dhe të shumë studentëve. Kjo lëvizje ka nisur si organizat prej mbi 10 vjetësh dhe aktiviteti tyre është i shtryer në vijshmëri dhe me një këmbgulje të manitshme. Dhe për këtë arsye, duke qenë se donim të dëgjoj zëri akoma dhe më tepër, krijuam një parti politike që normalisht e kryeson zoti Arlind Qori. Do të qëndrojmë të listat, po të flasim pak dhe me partinë Mundësia. Klodian Xhueri, partia Mundësia në këto zgjedhje parlamentare, qarku i Vlorës, cilat janë ato pritshmëri? Pritshmërit. Tani, besoj, siç edhe jeni njohur, partia Mundësia është një parti e re, e themeluar në qershor të vitit 2024 me konventën e saj në Tiranë. Dua të them që dega e Vlorës i parapriu konventës së përgjithshme të gjithë Shqipërisë, pasi degën e saj e themeloi në 15 maj, diçka më përpara, nga ku edhe unë u zgjodha, unë së bashku me disa bashkëthemelues, disa nismëtar, vendosëm të krijonim një forcë të re politike, me imazh të ri politik, konotacion të ri politik, artikulim krejt të ri, mendësi të reja, program të ri dhe me një ofertë ndryshe për qytetarët. Tani, pritshmëritë tona. Kryetari ynë besoj i ka bërë të qarta pritshmëritë, ne kemi sondazhet tona, pritshmëritë tona, minimumi që ne presim nga këto zgjedhje, presim një grup parlamentar të paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë. Grupi parlamentar, siç e dim në bazë ligjit, është i përbërë nga 7 deputet. Këto janë pritshmëritë tona në minimum. Kuptohet pasaj jemi në garë dhe sfidë me qytetarët për t'i bindur ata, për të thënë që ne jemi mundësia e shqiptarëve. Mundësi të barabartë për të gjithë, që të gjithë shqiptarët mos të ikin të kenë këtu mundësit dhe mundësit që i gjejnë andej shqiptarët që
kaq shumë shpërthejnë jashtë shtetit, sepse i mbyllit gjitha mundësit, le t'i kenë t'i gjejnë këtu mundësit dhe të bëjnë më të mirën në sistemin kapitalist. Lëvizja Bashk është jashtë të themi natyrës nga doli partia juaj, partia Mundësia. Nuk kishit ju mundësi që të bashkëpunonit, që t'ishit pjesë e koalicionit, kur flasim pak për, do me thënë, një shpërbërje të Partisë Demokratike? Atëherë, unë e kam bërë të qartë pra opinionin tim, edhe në një televizion tjetër, megjithatë nuk do resht edhe së argumentuari përsëri, sidomos pas zgjedhjeve të 2023-shit, Partia Demokratike pati një humbje të thellë, zgjedhjet lokale, ne së bashku me disa djem dhe vajza të reja, brenda dhe jashtë Partisë Demokratike, menduam që duhet të vinim të qytetarët me një alternativë ndryshe. Të vinim ndryshe në program, në mendësi, si që thash, në imazh, në ide të reja, kështu që menduam të themelojmë duke mos parë edhe ndryshimet që ne donim. Po përballja është e vështirë, mund të bashkoheshit për zgjedhjet parlamentare flasim. Atëherë, pse nuk u bën bashkë me partitë e tjera? Ne kemi vendosur këto zgjedhje të garojmë të vetëm. Ne kemi vendosur të flasim qytetarit vetëm. Me partitë e reja nuk na bënte diçka bashkë. Për shembull, me Lëvizjen Bashk nuk na bën programi. Ne jemi parti e qendrës së djathtë. Ata janë gati ekstremi majt. Nuk puqemi dot. Ne duam të vim qytetarëve të bëjmë një gjë që të jashtëzakonshme, që nuk e kanë bërë forcat e tjera. Jo, të vim me një alternativë tek qytetarët që në finish do të jetë një qeveri e pakorruptuar me një kryeministër të pakorruptuar. Kishim dasi edhe me forcat të tjera që ishin ashtu gjysmë të majta apo të djathta, të cilat ne nuk puqeshim. Ne nuk duam që të iki Edi Rama nga kryeministër dhe të vijë një ngjashëm si Edi Rama apo aty afër. Ne duam diçka krejt ndryshe. Janë kaq të lodhur qytetarët sa ne themi duhet diçka krejt e re. Ardi, sa e mundur është kjo që të përballesh në zgjedhjet parlamentare me një mazhorancë me shumë pushtete, me një koalicion të Berishës me shumë parti dhe një parti që garon e vetme? Shiko, Berisha nuk ka bërë koalicion me parti, Berisha ka bërë koalicion me individ. Duhet ndarë kjo. Quhen parti ato, subjekte politike? Tashi janë parti pa struktura, janë parti që kanë vetëm kryetarin dhe gruan e kryetarit, sa janë dhe të ndarë. Domethënë kanë vetëm kryetarin dhe një sekretare, por nëse nuk do të hyjnë ato, çështje të tyre. Problemi qëndron me partitë e reja, të cilat dolën që faktikisht të gjitha së bashku po mbajnë në këmbë establishmentin 35 vjeçar në Shqipëri. Sepse duke përçarë votën, duke fragmentarizuar elektoratin, çfarë bëjnë? Vënë në favor të dy partive të mëdha ose në favor të dy partive të vjetra, të cilat do të vazhdojnë të jenë në pushtet, me mënyrat e tyre. Normalisht, me këtë gjendje që është, unë besoj se do të jetë Partia Socialiste në pushtet. Pa u kërcënuar shumë, duke u kërcënuar, po pa u kërcënuar shumë nga Berisha. Shikoj këtë gjë që këto partit vogla janë të identifikuara të gjitha me fytyrën partitë e reja. Shikoj, unë mund ta përdor termin të vogla, po uroj që të bëni parti të mëdha nga vota në 11 maj. Po që mos i paragjykojmë që në nisje të themi të vogla. Nëse partitë e reja. Të reja. Thash, na paragjykojmë. Urimin unë e bëra që të dilni parti të mëdha nga vota në 11 maj. Po na to të reja njëherë pasoj. Shiko, problemi këtu nuk do të që të kthehem. Partitë të reja është një lloj sikur të duash të bësh një garderobë të re me kostume të vjetra. Ajo nuk bëhet. Në të gjitha këto partitë e reja që po thoni ju, janë të njëjtët persona të cilët ishin të mpleksur. S'jam dakord. Janë kostumet e vjetra, jo. Po mirë, është perceptimi im. Nuk janë. Shiko, Arlind Qori nuk është, sepse Arlind Qori është
është një rast... As agronshe. Si mund ta quajmë agronshe? Unë thash në përgjithësi, nuk thash me emrat të përveçme. Do marrim listat e Florës, nuk e asnjë nga. Thash në përgjithësi, jo me emra. Vetemi tek partitë e reja mendoj unë. Tek partitë e reja kanë fragmentarizuar dhe fragmentarizojnë elektoratin. Një fragmentarizim i tillë po e përsëris dhe do të këmbgul, ruan dhe mban në këmbë establishmentin 35 vjeçar. Pra, u jep jetë, u jep oksigjen këtyre dy partive të mëdha, të cilat kanë qeverisur, ke qeverisur Shqipërinë në këto 35 vite. Uroj që këto parti të fitojnë diçka, të kenë mandate deputetësh, sepse duhet që të ketë një opozit të re Shqipëria. Por, problemi im dhe shqetësimi im gjithmonë ka qenë, përse këto parti, pavarësisht ndarjeve, pavarësisht divergjencave që mund të kishin në programet e tyre, nuk u bën bashk në mënyrë që të rrezonin Edi Ramën. Përse këto parti nuk u bën bashk që në zgjedhjet e 11 majit të dilnin si një pol i tretë dhe nëse nuk do rrezonin dot Edi Ramën. Përse mos të dilnin këto si një pol i tretë që në zgjedhjet e pas 4 viteve, pas 2 viteve apo pas kur mund të bëheshin zgjedhjet, të ishin një forcë dominuese opozitare. Duke parë që ke një parti demokratike e cila është tërësisht e vjetruar. Duke parë një parti socialiste e cila është e zhytur në skandale me gjysmën e kabinetit brenda, atëherë pse mos të bashkoheshin këto forca opozitare bashk? Nëse doni të sillnin vërtet ndryshimin, siç pretendohet. Ardi, po mund të bëj një ndryrje të vogël? Po, patjetër. Jemi këtu te ky argument. Nëse ne mendojmë që gjithë elektoratin që fjala vjen, po marrin shembull, na mbështet ne duhet ta shohim dhe të bënim një marrëveshje me Partinë Demokratike. Nuk e mendon që ai elektorat do të na ikte? Jo, unë thash me Partinë Demokratike. Thash të bashkoheshin partitë e tjera për të krijuar një pol të tretë. Edhe me partitë e tjera, mund të kemi partitë tjera për shkakun që thjesht janë të mërzitura me Partinë Demokratike. Po mirë, atëre ju ne të bashkohemi Vitek kuturu se duhet bashkohemi. Vitek thelbi argumentit. Duhet bashkohemi se mund të para një të na lidh një kimi me programin. Vitek thelbi argumentit dhe tek argumenti me ide. Po bashkë keni me Alibeajin për shumë, me programe, me ide. Po programet ndryshojnë shumë pak. Fjala vjen kanë mërzitje me disa parti vinë të mërzitura, ne s'kemi ndonjë mërzitje me Partinë Demokratike. Ne mendojmë ndryshe. Ju partitë e reja keni një problem i cili është një problem shumë i madh. Problemi që keni ju është të gjitha synoni të merrni votën e protestës. Votën e protestës së qytetarëve, votën e revoltës së qytetarëve. Mirë po, kjo votë e revoltës... Po një sekond, tash do më lësh të flas, të shtjelloj argumentin. Unë që kam një votë proteste, vota ime mund të vej për Partinë Mundësia, mund të vej për Partinë Bashkë, mund të vej për Shqipëria bëhet. Euroatlantikët, për Shqipëria bëhet, mund të vej këto për sa koalicion e keni. Mund të vej për to, është një votë proteste. Por është një votë e cila në qoftë se nuk mblidhet shumatorja e gjitha këtyreve në një koalicion, atëherë është një votë e çuar dëm. Sepse është një votë e cila mund të jetë vërtet votë proteste, por sa mandate do prodhoj kjo në qarkun e Vlorës? Sa mandate do prodhoj kjo votë proteste në qoftë se nuk bashkohet, por është e fragmentarizuar në gjithë Shqipërinë? Pra, në 12 maj ne do të kemi vota të cilat do të jenë vota vërtet proteste, vota proteste dhe vota programi, vota ndryshe, por që do vendëm. Mund të vend, mund mos vendëm. Atëre. Pse? Sepse. Pse nuk vendëm? Atëre, ta shpjegoj. Edhe ndjes për ndërhyrjen? Po. Që mos të bëjmë një ndërhyrje të mëvonshme. Duke sikur kemi një lloj paragjykimi, por në fakt, në pojimet që bëjmë shkojmë edhe për te i paragjykimeve që na kanë shoqëruar në çdo zgjedhje parlamentare. Që do thotë, historia e krijimit të partive nuk duhet i quaj, i bashkojmë asaj të zotit Xhyeri, partive të vogla, për të mos e patur paragjykimin në vetvete. Sa herë ka patur zgjedhje parlamentare, dhe të themi në tregun apo në ofertën që dilet përpara elektoratit, me një program do të bënin çuditëra, do të siguronin këtë, atë që nuk e kishte bërë Partia Socialiste, atë që nuk e kërkonte apo nuk e kishte bërë në periudhën kur ka patur qeverisjen edhe Partia Demokratike, kanë dalë të humbur
në zgjedhjet parlamentare dhe më pas kanë bërë atë veprimin tjetër që ndoshta do të ishte më mirë që ta bënin që në start, që në nisje. Për të mbetur vetë në tregun politik, atëherë duket sikur i kanë kthyer kurizin elektoratit të tyre, duket sikur i kanë ngëlltitur të gjitha premtimet gjatë fushatës elektorale për interesat të tyre personale apo të gjithë atyre personave që i kanë krijuar apo i kanë iniciuar krimin e këtyre partive të vogla, janë bashkuar. Edhe me ata që gjatë fushatave i kanë konsideruar si kundërshtar të tyre. Për të maksimalizuar votën, gjithsesi. Detyrimisht partit e reja se u paragjykua këtu të vogla apo të reja. Të reja kanë tani. Të reja. Lëvizja Bashk normalisht ka një program nga spektri i majtë, që presupozohet që kërkon vot nga populli direkt. Që çdo me thënë populli, që nga shtresa me varfër, deri te shtresa e intelektualve, apo dhe më tej. Është një parti që ka aktivizues në gjithë Shqipërinë. Ka organizim në të gjithë Shqipërinë. Kuptohet, si parti jemi prej 2 vjetësh të themeluar, por organizimi ka qenë që më hershëm, para se të kryeshim si parti. Për llogaritja e votuesve në zgjedhje është një algoritëm që normalisht edhe kompjuteri me zi e përllogarit, sepse është bërë një formulë shumë e ngatruar. Por ne kemi shpresën që përveç se votën e atyre që protestojnë, kemi shumë shpresë tek ajo pjesa gri. Nuk duam që të ndajmë të majtë, të djathtë, të ekstremit, apo gjithë jemi një popull. Do synoni më shumë votën e majtë? Edhe nga spektri djathtë, nuk është problem. Është një popullsi e gjithë Shqipërisë. Nuk duhet i ndajmë. Kemi kaq dekada që themi e majtë. Po se të djathtën e synojnë. Shiko, po nuk shkon kjo, shiko, më falë se po ndërry. Po të lexosh, se unë e kam lexuar programi, se puna ime është të lexoj programet e tyre, ose të lexoj deklaratat e partive të ndryshme. Do të kërkosh votën e një të djathti, një parti populiste e majt, e ekstremit, të majt, si Charlin Qori, nuk është ekstremit, nuk shkon, kategorizonin po nuk shkon tash, sepse të marrësh të shpërndash këtë, të rishpërndash këtë, të bësh këtë, por kanë koncepte shumë të mira, siç është puna e drejtësisë. Dhe unë jam me drejtësinë që të kemi këtu, po edhe gishtat e dorës nuk janë barabartë. Edhe duket sikur nuk reflekton një farë sigurie edhe përballë elektoratit që i drejtoheni. Bjem në një retorikë e cila është një retorikë populiste që nuk prodhon gjë. Dakor. Po unë për veten time, më dëgjojnë që, unë për veten time, po të them edhe një gjë, se përmende algoritmin, që ka të vështirë dhe kompjuterit. Mua më kanë marrë telefon nga Partia Mundësia. Më kanë thënë që jemi nga Partia Mundësia, na mbështet, faleminderit, do t'ju mbështes. Më kanë marrë telefon nga Partia Socialiste. Faleminderit, do t'ju mbështes. Më kanë marrë nga Shqipëria bëhet. Faleminderit, do t'ju mbështes. Po mund të kundërshtojë. Jo, pse ta përmenda këtë, mos më kanë marrë. Por nëse do merrni të gjitha partive të njëjtën gjë, pra është e vështirë që të më mendosh që jo, unë mund të them me mendjen që kam unë, them jo se kam problem fare. Por që mos besoni shumë tek ato votat e elektoratit gri. Se unë jam elektorat gri në këtë moment. Jo vetëm tek elektorati gri, dhe tek pjesa e votuesve. Në Vlorë rreth 25% maksimumi votojnë. Po, një sekondë tani. Pjesa tjetër që nuk voton. Problemi qëndron te numri i votuesve. Në rast se vetëm mbi 40%, 50%, atëherë kjo mazhorancë mund të tronditet. Patjetër. Më kuptoni? Sepse kjo mazhorancë bën llogaritjet e votave nëpërmjet administratës, familjarëve të tyre dhe pensionistëve. Që në më të shumtën e rasteve nga këta i ka marrë. Do me thënë si vote diktuar, jo vote e lirë, jo vote normale, jo vote naturale. Po si do ta thithni ju vote natyrale? Ju do t'i nxirrni nga shtëpi për të votuar? Atëre, ne atë shpresojmë dhe atë po luftojmë. Njerëzit duan një motivim. Në momentin që janë mësuar me 2 parti, dhe ndodhi dhe çudia e fundit që te listat e 2 partive, PS dhe PD,
normalisht të listë PD-s ishin të listë PS-s ishin nga eksponent të PD-s dhe të listë e PD-s shikon eksponent të PD-s. Mirë se kjo përkthehet. Kjo përkthehet. Një sekond tani. Jo, kjo tregon një tezë që unë normalisht e kam pas prej vite që të dyja partitë punojnë për njëra tjetër. Nuk kam punuar për popullin. Kjo është diferenca jonë. Kuptohet, ne jemi në fazën e premtimeve, sepse nuk është se erdhëm në pushtet e si realizuam premtimet, okej. Nuk jemi në atë fazën që do themi do hymë në parlament, do marim të kaq deputet, do bëjmë qeverisjen, etj. Ne jemi në një start të sa po filluar, do me thënë risi, si parti, s'po them me partit e tjera. Pra, avokat, në këto zgjedhje të 11 majit, ju mendoni që do motivoni pjesën e fjetur që nuk del në pasionim? Atë synojmë sepse nga kontaktet e përditshme që oftuan si kandidat i Lëvizjes Bashk, shikoj një, si të thuash, demotivim në lidhje me votimin, një demotivim në lidhje me daljen për të votuar, sepse nuk kam në besim. Në momentin që dëgjojnë është X kandidat apo është një alternativë e re, shikoj një motivim dhe ma kanë shprehur që është një motivim për të vajtë për të votuar. Kuptohet, kjo nuk është garanci, si sheta dhe Ardi që do më votojnë mua apo do votojnë Klodianin. Por problemi që ndronë, ne me këtë do luftojmë, që dhe atë pjesën që nuk është interesuar fare, i ka humbur besimin e gjithë, ta motivojmë që të vej të votoj. Të shkojmë të listat pak? Ardi, të shkojmë pak listat e dy partive. Jam këtu Lëvizja Bashk, jam dhe Partia Mundësia. Atere, jeni me 12 emra, 12 kandidat për qarkun. Po, shdo partin të listë e apu. Po, edhe ju, edhe Mundësia. Ta nisi me Mundësin, unë i kam parë. Unë nuk njo asë një nga këto emrat këtu. Mund të mi tuash pak të lutem, të bëjmë një prezentim? Pa tjetër. I ka mund këtu? Keni 12 emrat aty në listën e hapur. Lista e hapur. Dhe 4 në listën e mbyllur. Listën e mbyllur, e thoni ju. I pari janë. Do më bësh një prezentim këtu? I ke aty në telefon, apo do i shohë shu? Okej. Në vajde mund përmëndërse. Okej, ja, i shojmë pak bashkë. Dhe pasaj shojmë me avokat. Çfarë kemi menduar ne si mundësi? Nuk i di kriteret dhe pritshmërit e qytetarëve apo të gazetarëve. Por ne kemi menduar që të përfshim në listat tona djem dhe vajza të talentuara në fushat e tyre, të shkolluar brenda ose jashtë vendit, të cilët ja kanë dalë vetë në jetë. Nuk kanë pritur nga shteti, me syt nga shteti, për të bërë karrierë, për të futur drejtor doganash, tatimesh e tjerë. Djem dhe vajza që ja kanë dalë sado në këtë Shqipërinë tonë me shumë probleme, me shumë mundësi të mbyllura, me shumë mure, kanë qarë vetë, me talentin e tyre. Djem dhe vajzat të cilat mundësit i kanë pasur të mbyllura këtu, po kanë shkuar jashtë dhe kanë bërë më të mirën. Janë shkolluar andej dhe sot për shembull janë në mësimdhënie, pedagoge, fjala vjen. Oltiana Muaremi, e keni pedagoge, ish pedagoge në Universitetin e Vlorës, sot pedagoge në Universitetin e Bostonit. Kemi Xheneta Agalliun, mbaruar në Bocconi të Milanos, një ndër universitetet më të mira, për financë, bank dhe kontabilitet, sot në një post shumë të mirë drejtues në një ndër kompanit më të mëdha në Europë. Profesor Mallëngjim Skënderi, kemi tek listat e mbyllura. Dhe avokat. Pedagog, avokat, besoj i mirë njohur, me grada shkencore. Kemi nga pjesa e Sarandës, Denis Shametin, është një djalë i cili ju desh të jepte dorëheqjen nga banka ku ai punonte, pasi kriteret dhe ligjet banka i ka që mos të merret dikush me. Sigurisht në këtë garë. Po, mos merret me politikë. I duhej të linte që të futej në listat tona. E morë të qafë me kemi, jo, s'ka lidhje. Është paragjykimi yt. Mund edhe të paragjykosh. Je i lirë. Paragjyko. E fillove me paragjykim që të vogla, të vogla, subkonshi të vendet e të vogla. Në fakt jemi të reja. Dalje të flasin qytetarët. A sa të ngatroj dhe ty dhe ti e pëthej njërë partitë e vogla, nga që unë ngatrove nga. Jo, nuk duhet, i thash nuk duhet të vajti mëndjet e të vogla, po e kishe në mëndjet vogla. Kemi përsëri një figur tjetër, Alfons Kamberaj,
ka bërë 2 shkollime, një në Itali, një këtu, është në një kompani këtu, me shumë vërteqësive, por ja ka dalë vetë. Lisiana Hoxha është një vajzë që ka mbaruar psikologji, punon edhe ajo në sektorin privat, janë një pjesë si përmarrës të vegjël të mesëm, të cilët ja kanë dalë vetë, nuk i kanë syt nga shteti. Dhe ne këtë kemi pasur si kriter. Ne mendojmë që forca e individit, po pati talent, dhe po ju dha mundësia, mund të bëj më të mirën. Nëse ju prisni shkencëtar, artistë të mëdhenj e tjerë, ne nuk e kemi menduar kështu. I kemi kaluar në strukturat tona, të gjitha emrat kanë kaluar në kryesinë e Degës Vlorë dhe më pas janë filtruar dhe votuar në kryesinë sipër. E kishim të pamundur, sepse në fakt do t'i votoni një antar një vot. Me një votim elektronik shumë modern, për herë të parë. Të gjithë emrat janë krenarisht shqiptare, kur dëgjova për të gjithë ata që votat, qoftë jashtë vendit ose dhe këtu. Janë krenarisht. Të bëra një rezume se ke është Erina Vallja për shembull, një vajzë mbaruar. Por pyetja që më vjen më një herë është, do vi ajo nga Bostoni? Do vi këtu në Vlorë? Sepse ishin sikur gjysmë për gjysmë i ke jashtë shtetit. Jo, 4 kanë, vetëm 4. Në 16 veta 4 nuk janë gjysmë për gjysmë. Okej. Ajo nga Bostoni është dhe kriter, për herë të parë duhet kemi kriter detyrues njerëz nga diaspora. Sepse voton diaspora. Pra, nuk duhet ta përjashtonim, duhet ta përjashtonim diasporën. Absolutisht jo. Mendoj që është kriter që se kemi vënë nga vend tjerët. Po ne kemi nder. Kemi pyetje. Edhe atë që vjen nga Bostoni. Unë kam një pyetje që do ta bëj. Listën e mundësisë para se të shkojmë te Zoto. Okej, le të shkojmë tek të shkojmë te lista e Zotos? Tjetra dhe unë do bëj një pyetje, se pyetja është e përbashkët. Okej, në rregull. Po. Zoto, flasim për listën tuaj. Lista e Lëvizjes Bashkë, njësoj si që tha dhe Klodiani, janë njerëz të shtrirë në profesione, janë njerëz të shtrirë në mosh, qoftë dhe jashtë shtetit. Kemi Paula Grabova, që është specialiste fiskale, aktualisht është në Itali. Kemi Klejda Peçulaj, që normalisht është ka mbaruar shkollën e lartë në Rusi për gjuhë letërsi dhe është një intelektuale zonja. Kemi pastaj të shtrirë dhe në mosh Merjeme Sulçe, që është pensioniste, pastaj kemi dhe Gjeneida Sadedini, që është dhe një mësuese e njohur në qytetin e Vlorës. Kuptohet, janë të gjithë njerëz intelektual, njerëz profesionist, njerëz të papërlyer, që kjo është më e rëndësishmja, dhe njerëz që janë të sprovuar në profesionet e tyre. Kur e bët ofertën, si u prit oferta? Atëre, si që tha dhe Klodiani, normalisht u bë një votim nga baza në Vlorë. Me thënë, gjithë antarësia bëri një përzgjedhje dhe më pas vendosi grupi përgjegjës i Tiranës, që kush do certifikoj, sepse një lloj filtrimi. Një lloj filtrimi, do me thënë, dhe ka dalë kjo listë që shpresojmë të jetë dhe një listë sa më përfaqësuese për qytetin e Vlorës. Ko të themi Berisha dhe Ramane që i vendosin ata, ja dhe Arlind Qori pra. Edhe me partitë e reja duke se në të njëjtën rrjet. Jo, nuk duket si sa të kundërtën apo jo. Tirana i vendosi. I vendos Tirana apo hojve. Të shpjegoj një sekondë. Ja ta mbaroj Zoto. Detyrimisht sepse u hodhën kandidatura që normalisht do duhet të mbushni dhe formularë përkatës. Dhe shumë kush ka dash të kandidoj, por jo të gjithë edhe mundeshin, për shkak të ndonjë problemi, kështu që ai grupi Tiranës ose komiteti, si thuash, ka filtruar kandidatët përfundimtar që të ishin në përputhje me ligjin. Dhe mos të kishim surpriza pastaj siç mund të kenë dhe partitë e tjera. Që do të thosha, profesore, pra, janë votuar në kryesitë tona njërë të gjithë emrat dhe renditja. Problemi është që në Tiranë do kalon dhe një lloj filtrimi sepse ata kanë informacion dhe më tepër për një probleme e ligjin e tjerë. Ne kriterë kemi pasur pastërtinë. Kështu që jo nuk i ka vendosur Tirana. Ka bërë një lloj filtrim dhe shkrejt normale, që ta bëj një filtrim. Kryesia, patjetër. Filtrim modest, jo në një filtrim të thellë. Ndjes Ardi, mund të ndërroj me një pyetje.
duke ju referuar faktit procedurës së përzgjedhjes së kandidaturave për të dy partitë e reja. Natyrshëm dhe thatë që shumë pesh në përzgjedhjen e këtyre kandidaturave ka patur antarësia. Nëse do t'ju pyesja në këto zgjedhje parlamentare aktualisht në qarkun e Vlorës, numri i antarësisë së mundësisë, po të kemi një shifër konkrete për të parë edhe ato pritshmëritë 1150 antar. real. Me shpejtësi të kontaktuar, me shpejtësi skëter, do të thosha, sepse tani jemi formuar me lista të sakta dhe jo lista dore, shkresa dore, por në mënyrë elektronike. Ne kemi dhe një portal, mundësia pikal, edhe nga jashtë, nga diaspora, edhe brenda mund të regjistrosh për 1 sekond, në mënyrë elektronike. Çdo gjë është elektronike. Do të bëhet kuvendi së shpejti, kuvendi kombëtar, dhe për herë të parë do të kemi një votim jo si gjithë partitë e tjera ardi, me flet, por në mënyrë elektronike me leduoll. Po pse i në latë kohë pas reale. zgjedhjeve? Nuk ishim kohë, ishte çështje kohe. Dhe me një antarësi të tillë, Sepse listat dinin 40 ditë para. Për herë të parë ne kemi 2 muaj, pasi voton diaspora dhe i duhej më shumë kohë dhe KQZ-ja bashkë me partitë e tjera bën ndryshimet përkatëse në datat, në afatet kohore. Ka afatet përcaktuara. U zgjeruan, ishte 40 ditë dalja e listave, tani kemi 2 muaj. Pse? Sepse duhet të ketë vëmendje dhe diaspora. Më kuptoni? me një antarësi të tillë, siç ndodh në të dy kampet e tjera, partitë mazhoritare, Partia Socialiste, Partia Demokratike, pa përmendur koalicionet që e kanë shoqëruar në çdo zgjedhje parlamentare Partinë Demokratike. Ka patur luftë brenda llojit për nxjerrjen e kandidaturave. Madje duket shpeshherë në çdo përballje të zgjedhjeve parlamentare duket se shumë e ashpër lufta brenda llojit, sepse të gjithë kanë ambicjet e tyre personale dhe gjykojnë përse jo. A ka patur në këto zgjedhje parlamentare një lloj skepticizmi ose vështirësie nga ana juaj për përzgjedhjen e kandidaturave, sepse kishit më shumë oferta nga sa realisht duhet? Tek ne ka pasur garë, po jo luftë. Jemi parti e re, nuk kemi ato, ndoshta ato konjunkturat, ato prapaskenat, ato thikat pas shpine që mund të kenë këto partitë e vjetra. Sepse synojnë më shumë pushtet dhe duhem plaçk lufte. Pushtetin doni dhe ju, se çdo parti që shfaqet si një parti më vete në zgjedhje parlamentare, në fund pushtetin synon. Pavarësisht se sa mundet apo ja arrin. Duhet e zëri dhe shpirti, jo vetëm pushteti. Nuk mund ta themi se këto janë skepticizma, nuk mund ta themi që njëra parti apo tjetër nuk e ka. Përzuar politikisht të gjithë këta emra të rinj. Prandaj, nëse ambicia është e këta që e kanë politikën prej vitesh se lëshojnë. Kishim garë, po jo luftë, të tregojmë sinqert. Luftë nuk kemi arritur te lufta ende. Ka patur raste që kanë hezituar ta pranojnë kërkesën tuaj për të qenë pjesë e listës se për hir të së vërtetës. Të rinjt janë më të hapur, se duket sikur i jepet rëndësi dhe realisht e ndjen veten më komode, ka më të lehtë për ta pranuar. Pa përmendur emra, ka patur, ti referohemi dhe Vlorës, ka patur bërje në një oferte nga partia juaj të personaliteteve të njohura të Vlorës dhe që duke ju vlerësuar, ndoshta dhe juve personalisht që kanë hezituar, sepse din se si funksionon. E more rolin me njërë si gazetare, por, jemi kolegë bashkë edhe në Këshill, por, më ka bërë shumë përshtypje. Kam ngelur i mahnitur. Me njerë, sa po kemi bërë ofertën, sidomos pjesës së diasporës, ishin personazhe dhe figura të shkëlqyera, me një kurikulum, do të thosha, të shkëlqyer. Me njëherë e kam parë si vlerësim. Mund të përmend këtu zotin Jonil Pashaj, është në New York, i kompletuar, nuk do të di fare, por do t'jap atë kontributin e vet për vendin e tij. Kemi në Vila Qejvanin, një zonjë e nderuar në biznes, e shkolluar andej, punon tani në një kompani, e kishte filluar në Itali biznesin, tani jeton dhe punon në Kanada, e shkëlqyer, e patën si vlerësim, nuk patën me hezitime, me thënë drejtën, nuk e di. Ndoshta është forcë që ka magnet. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord, dhe unë ata mezi po prisin që të vinte një nuk e di mezi, por e pan si vlerësim. Pa tjetër, mezi po prisin që të vinte... Për te ironisë, por e pan me shumë vlerësim. Së shironi se unë gjera t'i them troqë, nuk është ironi do e bëj në vëndet tjera, po
E pritën me shumë entuziazëm. Dhe më bet qefi që e pritën me entuziazëm. Unë e di që pret shkenë startin lista, Ardi. Jo, unë s'pret shkenë start, sepse po të prisja sportistë të mëdhenj. Po të prisja shkenë start, çdo gjë do të ishte e dështuar. Po problemi im qëndron këtu me gjithë CV-n e këtyre impozante që kanë, që janë të spikatur andej, të shkëlqyer, me këtë CV-n e tyre të shkëlqyer, që vën jo vetëm përvojën e tyre profesionale, por edhe zëmrën, vën edhe shpirtin se nuk duan pushtetin. Sa janë të aftë këta që të tërheqin elektoratin? Sa janë të aftë këta që të thithin vota? Që të çojnë një mandat apo dy në parlament? Sa siguri ofrojnë? Ardi. Sepse një person që është jashtë, përveç një CV shumë të mirë, që mund të jetë impresionuese për këta këtu, sa vota do të tërheqë? Ardi, atë do ta shohim dhe do ta tregoj kutia, se sa të aftë. Ne si parti e di çfarë duhet bëjmë, ne duhet kemi kriter bazë, njerëz të mirë, të arirë, të shkullqyer, të përmbushur në jetën e tyre, dhe njerëz që duan atë dheun, jo duan të bëjnë drejtor dogane, Ardi. Ne kaq mund t'i ofrojmë qytetarit, pasaj se sa ngjit në publik. Kjo është sfidë që ne do ta shohim më tej. Ne mendojmë që janë figura të shkëlqyera. Qytetarët pastaj e vlerësojnë. Unë se vë fare në diskutim të gjë. Është pyetje që unë se vë fare në diskutim $3 milion pyetje. Përderisa ju i keni vënë këta, por çështja qëndron sa produktiv do jenë këta për të grumbulluar vota. Ne mendojmë që janë shumë produktiv. Përderisa janë njerëz të arirë. Uroj, domosdoshmë këtë gjë uroj, po pa ndihmën e shtetit, mos haro, pa ndihmën e shtetit. Po ne unë s'dua që të bëj ndihmën e shtetit apo ndihmën e patronazistëve apo ndihmën e parave etj. Unë po them këtë, sa janë ta që kanë filluar nga zero, sa janë ta ata që të mbushin, janë shkolluar dhe kanë arritur atje ku kanë arritur. Bravo, shumë mirë, sepse ka shumë shqiptar që kanë arritur atje, por që sa do të arrijnë tjerë atje, vinë këtu dhe dështojnë totalisht, dështojnë keq. Janë patriot, e duan, udhëm. Prandaj edhe japin atë kontributin për te ironisë. S'është ironi. Po s'është ironi. Dolëm të një tjetër vota patriotike. Një pjesë kanë ardhur. Erdhën, na takuan, bëm ato. Jo them, nisja e fushatës do jenë besoj të gjithë apo jo? Në muajin prill dhe maj. Në muajin prill dhe maj kështu, sepse edhe ata kanë punët e tyre. Patjetër që do punojnë dhe me diasporën, se ata kanë punë dhe diasporën, kanë një votë shumë të madhe, janë 200.000 vota të diasporës, kështu që ata kanë goxha punë dhe andej. Shiko, Frosina, që është pozitive që kanë marrë njerëz nga diaspora, është pozitive sepse tash s'mundet t'i thuash një njeriu që e ka ndjekur Rama apo që e ka ndjekur Berisha, që hajde voto prap për Ramën apo voto prap për Berishën. Po i marr të dy që t'jem i balancuar, sepse këta kanë qeverisur. Dhe s'mund t'i thuash një njeriu, hajde ti ore nga diaspora, voto mua që jam këtu, pa qenë ti i përfaqësuar. Domethënë, kjo është një gjë jashtëzakonisht pozitive, unë e quaj pozitive këtë. Dhe këtu nuk ka të bëjë as pak ironi. Dhe më duket sikur kanë respektuar më shumë partitë e reja diasporën se sa partitë e reja janë unë mendoj se janë më të hapura. Përtej propagandës që kanë bërë partitë e vjetra, janë treguar më të hapura, janë treguar më mendja hapura në përfshirjen e si Partia Demokratike, si Partia Socialiste, personave të diaspora. Nuk e kanë pasur diasporën në lista. Jo, për të patur e ka patur realisht dhe vëmendje shumë i ka kushtuar Partia Socialiste. Madje Partia Socialiste ka qenë ajo që ka këmbgulur edhe kontributi që është dhënë për votën e diasporës. Por them që në rastin konkret është kapur disi mirë, sepse për strategjinë që po përdoret në këto zgjedhje parlamentare, zëri qytetari, shqiptarëve të etur të diasporës për ta ushtruar të drejtën e votës, është kryeson më shumë në këto zgjedhje parlamentare, jo vetëm në rastin e partisë, por të gjitha partive politike shohin si një mundësi për të rritur numrin e elektoratit të tyre. Diaspora të ketë përfaqësuesi dhe vetë. Dhe shumë mirë, patjetër. Shpresojmë që diaspora do me thënë ta ushtrojë të drejtën e votës, nga i përllogaritë që kemi bërë nga faqja e KQZ-s, janë rreth 20.000. Jo, shpresoj t'jetë ajo ta bëjmë. Por që të thash dhe njerë, si që parashtrova, shpresojmë t'jetë një numër mbi 40% që të votojmë. Normalisht, diaspora aktualisht është regjistruar prej 20.000, rreth 20.000 votus për Vlorë, qarkun e Vlorë. Në 3 mandat. Në fakt ju... Diaspora kësaj radhe.
diaspora në këto zgjedhje. Dhe gjithmonë në qoftë se ushtrojnë drejtën e votës, sepse është një proces i tillë që vetë zarfi dhe mund mos ta marrin. Janë rreth 230.000 në gjithë vendin apo jo? Kaluan 200.000 pra që ishin Për te i pritshmërive, po. Prisni dhe Vlora 20. Do thosha partit tuaja, sa të bindur janë tek vota e diasporës që do vi për ju, se po ti referosh për shumë Partisë Socialiste, kanë zhvilluar shumë takime, Rama vazhdon të takoj diasporën, Berisha e kapi pak më vonë, po dhe ai ka shkuar në diasporë, kanë zhvilluar takime masive. Edhe ne kemi zhvilluar. Ndërsa juve, Jo, mundësia ka zhvilluar. Po për këtë do pyesim tani. Atëherë ne Keni zhvilluar takime. Kemi zhvilluar takim në Itali, shumë të mirë, në Londër, në New York. Këto janë 3 takime që kemi zhvilluar takime. Keni kontaktuar? Nuk na kanë dhënë mediat e mëdha, por takimet kanë qenë të shkëlqyera, do thosha. Të shkëlqyera. Më bën përshtypje një parti e madhe kur mbledh në diasporë 700 veta, turrën gjithë mediat e mëdha dhe japin yll me xixa thua se kjo shkuli diasporën. Ne që kishim mbi 2500 veta nuk na jep me njëri. Shqyqyr kemi këto rrjetet sociale. Mund ta nxjerr edhe videon, e kam me njëherë. Jo, them që tani s'është problem, se tani janë telefonat, po edhe ju. Ndoshta Zoto? Dhe ne normalisht qoftë në Greqi, qoftë në Gjermani dhe në fund të muajit një grup nga partia me krye Alind Qorin kam për të bërë një, si të thuash, mbledhje me diasporën në Itali. Dhe shpresojmë të jetë sa më suksesshme. Itali, Londër, New York. New York, po. Sta doli koha ishim për Greqin, shpejt e shpejt. Po. Do bënim dhe një takim të shkëlqyer në Greqi. Mund të them për partitë e mëdha, normalisht i kanë bërë pompoze, kuptohet. Po kanë dhe më shumë para, më shumë energji, më shumë nuk ka një transparencë se sa si qysh tek dhe kush, sepse të vesh qoftë në Amerikë apo qoftë në Evropë me gjitha ato tam edhe. U duk dhe nga takimet e fundit të 2 partive të mëdha edhe me makina ultra luksoze që shkonin dhe atje takonin emigrantë dhe u ofronin çau kanë ofruar. Makina luksoze. Çfarë ju kanë ofruar? Makina luksoze. Duke ndjekur ndër vite realisht zhvillimin politik në veçanti në qytetin e Vlorës, por pare edhe akoma më gjerë. Nuk do të më pëlqente në fakt që përballë elektoratit, përballë qytetarëve të vijojë akoma edhe me paragjykime të tilla. Se realisht është paragjykim pa diskutim që nëse do t'i referojmë e Partisë Socialiste, pa përmendur faktin që ka pushtetin, ka elektoratin gjithandej. Mua më vjen keq se nuk duaj që ta bëj krahasimin e partive të vogla me Partinë Socialiste. Pra e ka dhe jashtë shtetit. E ka jashtë shtetit pa diskutim, elektoratin e veti janë njerëz në fakt të cilët, unë kam qenë njerëz të cilët ofrohen për organizimin e takimeve. Në Amerikë, në Itali, në Greqi, njerëz të cilët jetojnë në diasporë, që nuk janë të përlyer me këto që thoni ju. As me pushtetin, sepse kanë vite, kanë ndërtuar bizneset e kanë ndërtuar jetën të ardhmen e tyre. Por janë të etur ndaj Partisë Socialiste duke vlerësuar ndryshimet që ka pësuar vendi i tyre, duke bërë krahasimin çfarë i ofronte Shqipëria, çfarë i ofronte Vlora dikur, me Vlorën aktuale, që në fakt e ka transformuar Partia Socialiste. Patjetër. Dhe do ishit mirë që të kalonit përtej paragjykimeve, të bazohet rritë elektorati. Po të futemi brenda pastaj që duhet bërë më shumë pa tjetër, dhe ne të gjithë e duam. S'është bërë gjithfarë. Është krejt normale që Partia Socialiste ka shumë burime edhe financiare. Të mbaroj Gjueri të bëj një shkëputje publicitare. Edhe financiare, për shembull, ne e dim të gjithë drejtorat janë shkullur në diasporë. Këto drejtorit, kush i udhëheq këto, kush i drejton këto? E si vetë, 1 minutë të lutem. Transparenca në radhë. Edhe kur janë bërë takime, është respektuar që gjatë fundjavës ka respektuar Partia Socialiste, nuk ka bërë në ditë pune, që të lihet puna dhe të shkohet për të ndjekur elektorali. Do shumë ditë organizimi. Prandaj e theksova që në favorin e Partisë Socialiste ka qenë ofrimi i shqiptarëve të diasporës për organizim të eventeve dhe të aktiviteteve. Keni shumë njerëz në fakt, por jo tuajt. Sepse unë do të thosha që një pjesë e shqiptarëve që kanë ikur, sidomos këto vite, kanë ikur pikërisht nga politika tuaja. Ikën se zgjetën asnjë mundësi, morën plaçkat. Jo, nuk jam dakord. Ose do të marrësh një vend pune, do marrësh një rrogë sa për të mbajtur frymën dhe fëmijët gjallë, dhe do jesh në nënhyqmin tim, në thundrën time,
ose merr plaçkat dhe largon nga vendi. Si e shpjegon ti, Egla, rënjen e numrit të nxënësve në mënyrë drastike? Patjetër, sepse ka patur rritje masive siç ka në çdo vend. Dikush aspiron edhe për më mirë. Është trendi i të gjitha vendeve për të kërkuar më të mira. Nuk e pranoj. Nuk është trend. Dhe nuk ikin nga qefi ata, sa bukur thoshte Edi Rama, pse ikin këta nga kjo parajs e bukur e punësimit thot. Ikin se zgjejnë asgjë kur ishte në opozit vetë. Tani që erdhi, jo thotë e relativizon se ashtu. Ose jemi të vetëdijshëm që gjërat kanë ndryshuar, pagat janë rritur, mundësitë për të punësuar janë më të shumta. Ka më pak njerëz në Shqipëri. Fshatrat janë boshatisur, ta them unë. Gjeri, regjia më thotë që ka hapësirë publicitare. Ju lutem ta respektojmë. Patjetër. Duke u rikthyer përsëri, ndalojmë pak tek programet, po shumë pak, sepse gjatë fushatës besoj që ato do të shpalosen më mirë. Flasim me Xherin, shtyllat kryesore, pikat kryesore të programit. Patjetër. Atëherë ne mendojmë që ekonomia ka shumë nevojë për oksigjen. Dhe generatori i ekonomisë, sipas mendimit ton, patjetër që janë biznesi. Biznesi ka nevojë për forcë, për oksigjen. Kështu që ne do të vim me një përgjysmim të taksave. Po që të arrim të përgjysmimi të taksave, ne shohim një numër duke ardhur dhe duke utkurur popullsia, po duke ofruar administrata. Shpenzimet në administrat janë të jashtëzakonshme. Ne mendojmë që do t'i përgjysmojmë shpenzimet në administrat, që t'i japim frymarrje dhe uljes së taksave. Duke ulur taksat, japim frymarrje dhe oksigjen biznesit. 1. Drejtësia nga ne do të ketë mbështetje. Jo s'paku do të shkrihet e këto, jo. Drejtësia ka mbështetjen tonë. Ne bëm një manifestim, ndryshe nga partitë e tjera, një manifestim shumë serioz në mbrojtje të drejtësisë. Patjetër që administrata jo vetëm do shkurtuar, sipas nesh, që ne të marrim tani dhe të hyjmë administratës dhe njerëzit të tmerrohen se ne do vim dhe do heqim njerëz nga puna. Po ne mendojmë që është e fryrë administrata dhe nga njerëz që nuk shkojnë fare në punë, po në marrimi rrogë. Një lloj dembelizmi dhe një lloj, të themi, elektorat që kemi në xhep ne, sepse ta marrin një rrogë, pa vajtur fare në punë dhe vazhdojnë atë patronazhojnë njerëz, shtojnë njerëz dhe janë vota në xhepin në shportin tonë. Dhe fundit, pikë synimi im do të jetë një kryeministër i pakorruptuar, i pakorruptueshëm dhe një qeveri e pakorruptuar. Pak a shumë këto janë shtyllat. Po, të flasim edhe me Zoton dhe pastaj flisni ju. Po, patjetër. Pikat kryesore, këtë të Xheri tha duam administratë të shkurtuar, motva juaj edhe në Bresha e kam ndjekur kryetarin e partisë tuaj që tha duam qeveri të zvogluar, të limituar. Kurse këta kanë administratën. Patjetër. Edhe qeveria, patjetër. Kuptohet. Dhe efikas. Që të shtem papunësinë më shumë. Kur është qeveria është dhe administrata. Vendet e punës hapen me biznes. Në këtë vend normalisht dihet historikisht që administrata është shumë e fryrë. Nuk po them se s'ka njerëz të aftë, profesionistë që mund të rriten, si thuash, në detyrë të kenë atë meritokracinë e tyre edhe të çojnë përpara. Por ka nevojë për reformë. Ka nevojë për reformë duke qenë se jemi në një, si thuash, erë të re digjitale. Erë të re digjitale që kemi bërë një i-qeverisje dhe normalisht shtojmë numrin e personave për atë punë që e bën qeverisja elektronike. Dhe duke qenë se është premtuar për një rishikim të gjithë strukturave, qoftë që nga qeveria deri te administrata më e fundit më fundore, ka nevojë për një reformë. Ne jemi të vetëdijshëm sepse jetojmë në këtë vend, punojmë në këtë vend dhe shikojmë që është e tej fryrë administrata. Gjithsesi, kjo nuk është pika jonë kryesore e programit. Pika jonë kryesore është shtresa, do me thënë, programi social, që ka të bëj qoftë me pensionet, qoftë me pagën minimale, qoftë dhe me sigurimin e minimumit jetik.
Ne si parti kemi depozituar në KQZ dhe kërkesën për të bërë ndryshimin ligjin për minimumin e etik dhe ende sot e kësaj dite e them fatkeqësisht nuk është lëvizur asnjë përgjigje, jo më që të bëhet si të thuash hedhja në votim ose në referendum e asaj kërkese. Kuptohet me programin ton, ne kemi shumë pika që nga bujqësia, që nga shërbimet, që nga industria, pastaj vinë me sistemin e drejtësisë ose sistemin e gjyqësorit dhe më tutje pastaj për shtresat në nevojë. Kuptohet, gjithë programi jonë do shpaloset, ne jemi në dorën e fundit të bërjes së këtij programi. Në momentin që do shpaloset, do ju avëm dhe juve në dispozicion që të njiheni dhe pastaj mund të diskutojmë dhe më me detaj. Dallon programi i majtë i djathtë, shtresa sociale, shteti social, dallon e majta me të djathtë. Po ne mendojmë që Burit pikat mbi, ju nuk e përmendet fare. Vendet e punës i hap dhe motori është biznesi, mendojmë ne. Nuk është shteti që shkojnë dhe strehon të gjithë njerëzit në administrat duke u dhënë një rrogë. Vendet e punës i hap biznesi. Pra ne kemi Siç i ka hapur në fakt. I ka hapur dhe si bizneset kanë pak mbyllen ditë për ditë biznese. Sepse kemi popullsim pak, është krejt normale. Po, flasje Marti? Unë do të bëj 2 ndërhyrje të vogla. Ndërhyrja e parë kishte të bënte me punën e taksave. Të gjitha partitë e reja, përfshi edhe Partinë Demokratike, kanë folur për një ulje të taksave. Unë ekonomist nuk jam, por në qoftë se nuk ka taksa, shteti nuk mbahet në këmbë. Pra, duhet gjetur një e mesme e përbashkët. Këtu nuk zerojmë taksa, nuk jam në fushën time, por që të thuash që do heqim taksat këtë atë, po është e drejtë sepse jo do i zerojmë. Është e drejtë që të ketë një ulje të taksave, por një grumbullim dhe një mbledhje më të mirë dhe më të drejtë të saktave. Një menaxhim më të mirë të taksave. E cila duhet përmendur sepse ndryshe do të bëni ndonjë gol në prezantimin e programeve tuaja. Edhe tjetra, ajo që po shikoj unë, është një pikë e programit që e shikoj tek gjitha partitë. Sua bëj, domosdoshmë është një sugjerim që ua bëj juve. Kujdese mos bëni ndonjë autogol kur flisni me një administrat të fryrë, se ky është një elektorat tek i cili ju do peshkoni. Në qoftë se ju do thoni që ne do të reduktojmë administratën, mos ju kthehet kundër kjo. Dhe në vend që të merrni vota, vini më keq. Sepse një sekond, sepse kjo mund të merret si kërcënim ndaj administratës. Jo, s'është kërcënim. Si, unë sqarova. E para njerë kemi një administratë të fryrë, thash, duke mos vajtur fare njerëz. Nuk shkon në punë. Ti lëm aty në ata të marrin një rrogë. Po ku janë ata? Pra dembelat, parazitët. I keni denoncuar? Ja shtetit. Urdhro? I denonconi me emër? Me emër? Po. Dhe me emër i kemi denoncuar. Po ku janë? Si ku janë administratë? Ti Ardi nuk e di? Jo. Jam i bindur që e di. Po se di kush janë? Tregohu i sinqert. E di dhe ti. Ardi Po tregohu i sinqert, e di dhe ti. E dim të gjithë. Po nuk e dim kush janë. Të gjithë ata që janë hambar sipas tyre për të marrë votat, njerëz. Por që nuk dhe në punë. Që nuk shkojnë në punë, marrin rrogën dhe nuk shkojnë në punë. Por e denoncojnë me emër. E di dhe ti. Nxirri listën, do i marrin, do i heqim nga puna. Edhe në shashtë. Do i marrin dhe do i heqim nga puna. Do me thënë. Po ju vi, do i heqim nga puna. Se që parë the, një sekond. Jo, një minutë Ardi, se mbarova. Ashtu pushtetin. Po keni synim pushtetin, jo zëmrën, ë? Jo, s'ka. Ardi edhe një sekond. Vazhdojmë. Ti lëm lojrat e fjalës. Edhe një herë. Kalamburet, do thoshte profesori. Edhe njerë. Shpenzimet në administrat janë të tmerrshme. Shpenzimet. E di kujt i thon shpenzimet? Se janë rritur dhe pagat. Nuk kemi mbetur në të njëjtin nivel. Kalkulohen të gjitha. Po erdhëm tek pagat. Burimet njerëzore, patjetër. Është rritur llojshmëria e shërbimeve që ofrohen, janë hapur dhe sektor të ri. Po zvogëluar numri popullsisë gati gjysma. Numri popullsisë zvogëlohet, ti shton administratën. Madje Klodi, qeveria ka edhe ata njerëzit që nuk shkojnë në punë, dembelat. Ata parazitët. Klodi, kjo qeveri ka bërë atë që në fakt nuk ishte ndodhur dhe kur më parë, që fillimisht të gjithë ishim skeptik,
krijimin e shërbimeve online. Në fillim, Po si shpjegon ti krijimin e edhe partia me shërbimeve të cilin online? më parë ishit në koalicion e denoncuan këtë fakt, se mbeten njerëzit pa punë, se kryeministri Rama krijoi disa platforma online që njerëzit nuk orientoheshin dot për të aplikuar. Kështu që po ecim paralelisht edhe me trendin se si funksionon gjithandej. Shiko çfarë the. Patjetër për t'ia ofruar për ta bërë më të aksesueshëm. Po del ta mbaroj. Vetë qytetari përmes platformës online. Po shumë mirë pra se ti nuk mund të më ngelesh tek viti 2001, se po krahasojmë me 2001-shin interneti, ne kishim Pentium 2, tani ka arritur Shiko, përpara se të vinte në pushtet, kjo qeveri aty kishim vetur në drejtim të gjitha zhvillimeve. Ti ke hequr sportelet, ti ke bërë online, po ke shtuar administratën the. Është autogol i pastër. Çfarë ke bërë? Ke hequr sportelet, e ke bërë çdo gjë online? Jo, Klodi, jo, në për ato. Jo, krahasimin me platformat online ta bëra unë në institucionet, në drejtim të kadastrës, legalizimet. Në sektor të tjerë ku është rritur llojshmëria e shërbimeve që ofrohen, nëse do t'i referohemi edhe shumë strukturave lokale të Vlorës, pa diskutim, për të marrë qytetari më tepër shërbim, për të rritur cilësia e shërbimit, do shtohet dhe burimi njerëz. Po pra po ta them, për të rritur cilësinë e shërbimit, jo shërbimit online, mos e ngatro. Cilësia e shërbimit, cilësia e shërbimit është për tokë. Jo, nuk mund ta përgjithsojmë, nuk e përgjithsojmë. Po nuk troket dot në ide. E gjenë mbyllur. Në 450 punonjës, ta them unë, 150 janë eficient. Të tjerë të rinë ashtu, cepave, ose zvin fare. Dembelizmi dhe... Që ka vënd për përmirësim dhe që duhet përmirësuar. Pa diskutim që po e pranojnë të gjithë. Parazitët nga administrata. Ristrukturim. Duhen bërë denoncime, bashkohem me Ardin, duhen denoncuar, jo në përgjithësime sa e njërës partia po tjetërës intereson. Ju që fusti i rekrutoni, ju duhet, janë taksat të buxhetit, ka, absolutisht ka. Ki parasysh edhe është respektuar më shumë, edhe referuar kodit zgjedhor. Keni dëgjuar që të kemi punësime të reja si që ka përdorur në fakt në çdo zgjedhje parlamentare. E ka përdorur opozita. Do denoncojmë kaq fryrje për zgjedhjet. Më përmend një rast të vetëm, të ketë ndodhur një punësim. Tani s'ka më njerëz që në futur gjitha administratë. Nuk ka më njerëz. Kështu që në këtë pjesë janë aludime të vjetra, Klodi, ka kaluar koha, nuk duhet të. Dhe nuk bëhen këto. Nuk ndodhin, prandaj nuk duhet të kemi paragjykime. Ardi këtu e kisha. Ulje të shpenzimeve të administratës një dhe jo sakatim të administratës. Po këthejmë se nga kjo studio, dhe heqje të parazitve. Nga kjo studio këtu, ne kemi folur shtetin që e kanë qytetarët misupe. Atere, në këtë studio këtu, me zë dhe me figur, kemi folur, dhe të njëjtën gjë ka thënë kryetari ish kryetari Partisë Demokratike të Vlorës. Të njëjtën gjë tha në emisionin para ardhës, tha deputeti Arbia Galliu. Të njëjtën gjë tha Gjergj Nika i Euroatlantikëve. Ju të opozitës. Të njëjtën gjë çfarë? Që të shkurtohet administrata, të bëhen taksat andej e këtej. Të hapen vendet e punës e tjerë të jepet frymëri i biznesit. Atëherë ku qëndronte, do i kthehem prapë asaj çështje. Ku qëndronte Ngërçi që su bët bashkë ju të rrezonit Ramën? Po pse vetëm te kjo kapeti, domethënë ne jemi bashkë te kjo, por qind të tjera semi bashkë. Unë këtu do kapem te kjo. Jo pra. Po te kjo do kapem, pse a doni të rrezoni Ramën? Ne në 150 gjëra Ardi, mund të bien dakord për 2 gjëra, po për pjesën tjetër nuk bien dakord. Dhe çdo më thënë që unë të vi shumë mirë që në 150 gjëra unë nuk bien dakord për 155. Problemi qëndron kur ju doni që shikoni armikun kundërshtarin që keni Ramën. Krahasimin e Bretit, nuk e di tani, se di çka. Po pse nuk u bashkuat? Rama është, mos ta simbolizojmë domethënë sepse po na del Rama është shteti. Rama është shteti. Atëherë, nëse ju doni që të rrezoni një shtet të korruptuar, një shtet që është jo transparent, një shtet që është jo eficient, një shtet që po dëbon shqiptarët dhe po e zbras. Pse nuk u bashkuat që ta rrezoni të? Atëherë, ta tha dhe Klodi, normalisht kemi ideologji të ndryshme dhe normalisht ku nuk po thiten ca gjëra. Po mirë, nuk u bë një aleancë që në 2013 si u quajt e di që Afrike kam unë që po të ishim bërë bashkë kush e di që do gjenit pse u bën bashkë
Kush? Në të kundër do të venit. Pa diskutim se ky është demoni gazetarist. Molekulën edhe Po të mirë, në mikroskop. po bëj edhe një supozim tjetër. Ju po bashkojni në 7 pika dhe në 15 të tjera. Jo, do t'i bëj supozimin se puna kjo është. Që të nxjerrim lajm, do prodhojmë lajm, apo do bëjmë muhabet. Jo, se jam për lajm, unë jam për shpalosur. Pikërisht, se edhe ai programi juaj lajm është për ata që nuk e dinë. Dhe në një farë mënyrë një tjetër i bëhet një reklam, duke u prodhuar lajme. Tani, Se edhe për lajm. po fush, jemi ne. Ne duhet nxjerrim lajmin. Jeni të keni drejt. Ne duhet Tani nuk u bashkuan, e tham që në fillim. e supozoj datën Do bashkojnë pas zgjedhjeve, sikur për zgjedhjet e do ardhshme. bashkojni, do bëni një aleancë, në qoftë se do nxjerrni deputet. Po s'ka aleancë pas për mu, zgjedhore para. Jo, mundet të dali që të nxjerrni një deputet, të nxjerri Berisha 70, edhe mundësia një i bashkohet, Të paktën për partinë tonë është e për pamundur. ju është e pamundur. Ardi. Ta mbaj mend këtë premtim. Ju jeni E garantua, Ardi. super e garantua. Ne do përqendrohemi te këto, jemi përqendruar te këto zgjedhje. Nëse më pyet mua ti si Klodian, prap bën gabim sepse unë nuk vendos, më duhet të pyet strukturat. Nuk ka vendime, i merr kryetari, mblidhemi të gjithë bashk, hidhet një tezë, votohet dhe më pasaj dalim në një vendim. I merr vendime tek ne kryetari, një person. Një dy të këqijave. Edhe njerë, nuk i merr vendime, mblidhen strukturat të djerë. Mblidhen strukturat dhe vendosin, nuk vendos një person. Janë vendime madhore. Shumë e thjeshtë. Normalisht shprehen Pas opinionet. 12-ës, si pas kontekstit do flasim. Presupozohet Klodi, që janë nëse- premtime nëse- dhe të mbajmë, po ne po ecim Ana është bërë strukturojmë. Ardi, ana është bërë Po ofertë. marrim pjesë në zgjedhje. Na është bërë, Ju është bërë ofertë, po. nuk e kemi pranuar. Se keni pranuar tani për momentin. Madje dhe minutat e Shikoj, në politikë mos thuaj kur, mos thuaj kur. Klodi, me që Flasim tani për këtë moment, ë. Po. do të bëj një pyetje Iglas, për të duke kuptuar, jo, do të bëj një listat e Partisë pyetje Socialiste. duke ma mirë kuptuar dhe pyetjen edhe për njohjen personale që kemi, për të kuptuar edhe thelbin, përse si e lexoj unë faktin që partitë e reja dolën mbi partitë opozitare të tjera, në rastin konkret Partia Mundësia, edhe përse nuk u bashkua në koalicion në këto zgjedhje. Dolën mbi, më thatë. Më vete, nuk Dolën bën vete. koalicion, Shumë po menduam, po. dhe erdhën me sloganin e tyre si një parti e re. Në siklin e tyre, po. Jeni opozitar, familje opozitare, figure e njohur në qytetin e Vlorës. Në mos gaboj, sepse theksova e kam ndjekur zhvillimin politik të Vlorës. Më herët, nuk e kisha parë emrin tuaj në kandidatur për deputet. Kësaj radhe, për mes Partisë Mundësia, ju kandidoni. Ju dha mundësia. Mu dha mundësi. Për mes mundësisë, në qoftë se do të ishit pjesë Shiko. e partisë opozitare, do të krijojë ndonjëherë mundësia për të patur ambicie personale, Edhe mundet. personalisht. S'ka asgjë. Mendoj se Tani jo unë duhet të dhe mendoj se imagjinoj. jo dhe në fakt Pra, ne në vetvete e bëjmë lexoj pyetje si që- një lloj mundësie. Më fal, patjetër, po mua më bëre një pyetje që unë tani duhet të imagjinoj realitete imagjinare, në qoftë se E di, po. janë salica kushtore. Është shumë Besoj shkurt. E di pse Klodi, e di pse Klodi se në perceptimin tim personal absolutisht i uroj shumë suksese, Ajo parti një doli figurë dhe qytetare nuk luftoi, diskutohet. punoi, Por unë realizua e lexoj dhe prandaj i bëra këtë pyetje për të shprehur dhe opinionin Si tim, pamundësi. ndoshta Mu dha mund të jem, mundësia, ndoshta do të mund të thuash. jem e gabuar. Pra mu dha mundësi. Krimin e partive të reja unë e shoh si një lloj mundësie edhe për të promovuar veten. Edhe për të arritur diçka që realisht po të ishe brenda kuadratit të një partie të madhe, duke e ditur shumë mirë. Edhe luftën brenda partive të mëdha e ke shumë të vështirë. Për ta parë emrin në zgjedhje parlamentare si një kandidatur për deputet. Realisht e shoh. Është një realitet që unë duhet ta imagjinoj të them drejtën. Por ndoshta edhe në një parti të madhe mund të isha pjesë e kandidimit. Megjithatë, më shumë- E mendova, kam shumë mundësi të mundësia. Jo, më shumë lajm bën partia e Arlind Qorit dhe e Adriatik Lapaj, që dukej sikur ishin bashkë dhe pastaj u ndan Jo. ndarje përfundimtare, është besoj. Mund t'ju them Po, jo. domethënë që ishin parti të reja, po jo se ishin bashkë. Jo, po ishin parti të reja që dukej sikur do gjenin një gjuhë bashkëpunimi. Normalisht është parë kështu, po efektivisht kjo u tregua në disa aspekte që nuk mund të gjende gjua.
dhe nuk mund të pajtoheshim, pasi ishim diametralisht të kundërt. Në programe, apo në mendësi, në mentalitet? Po në ideologji, në njerëz, në programe tjera. Do me thënë, do dalin këto programe dhe normalisht dhe juve si media dhe populli vetë do bëj krahasime, kuptohet ka shumë skepticizëm, shpresojmë të japim më të mirë. Nuk të duket se 15 vite kontribute në PD me lëvizjen që bëre i hodhe poshtë dhe riskove? Jo. Pse? Nuk e kam parë kontributin tim në politikë, na të marrë. Fare. Do të them, të tregojmë sinqert, Ardi, politika sipas meje, për mua, është kontribut, ndonjëherë ka qenë dhe sport. Unë nuk e kam politikën ekonomi ose jeta vdekje. Unë e kam një kontribut qytetar për këtë vendin tim, për këtë qytetin tim. Kam vendosur të mos largohem. Për e thana që njëmi ti e di shumë mirë që më kanë ikur dhe shokët më të ngushtë. Ardi, kanë ikur në Greqi, në Gjermani, apo jo. Ma di edhe shokët e shokëve aty ngjitur. Unë vendosa me familjen të jetoj këtu. Është e ardhmja e fëmijëve të mi në loj. Mendoj të jap kontributin tim. Nuk e kam jeta vdekje, o bëhem unë kryeministër, apo ministër, apo ku ta di unë, o s'ka. E gjithatë, këshilltari e bërë nga Partia Demokratike? Jo, su bë nga Partia Demokratike. Jo, u bë nga LSI-a. Nga? Nga LSI-a. Jo, bashkëfitojmë. Koalicioni, jo partia vetë me mundësia, koalicioni. Në, ishte koalicion, po pra, prandaj, si Partisë Demokratike. Mundësi që t'i je pra koalicioni, prandaj, jo. E dëgjove, jo pra ishte koalicion. Koalicion. Partia e Liris, sepse sigla atëherë në atëku ishte me probleme ato, problemet gjyqësore që kishe tjera. E qartë. E more përgjigjen? Jo. Së shethën të t'jabim përgjigjen atë që do ti. Si shojmë pak. Përgjigjen, si që mendoj unë. Fushata zyrtarisht është në Prag. Se fushata ka filluar tani. Ka filluar ka kohë. Po zyrtarisht jo. Zyrtarisht është në Prag. E megjithatë, kemi një situatë, ka filluar të nxehet politika. Shiko se çfarë po ndodhin. Shpërbëhen koalicionet, koalicioni Mapi Berishës, filluan të bien një nga një, disa nga përfaqësuesit, po kalojmë dhe në këto gjërat e tjera pastaj. Lideri socialist thotë Dash Sula të vi këtej nga Partia Socialiste. Berisha është shumë i sigurt në fitoren e tij, në takimin e Podgoricës sot me Partitë Popullore, tha e mora mbështetjen totale. Atëherë, keni ju një farë kështu tani, të themi frike, një farë mosbesimi që do mundeni? Jo. Pra kur partitë e mëdha janë në këtë profesore, partitë e mëdha ndoshta janë në ato merkatot e tyre. Para daljes së listave dhe pas daljes së listave. Ka filluar merkatoja. Sidomos rasti Dash Sulajt që e kërkon njëra pasaj tjetra etj. Nuk e di. Edhe mirë nuk i kuptoj, edhe nuk duhet i kuptoj, po më duket një pazar, kështu kush e merr, çam jep e tjera. Hajde nga unë se ti do t'jap kaq, unë do t'jap aq e tjera. Ne nuk i kemi këto, nuk i kemi këto ethe. Ne nuk kemi pazar, hajde ti. Ne zgjodhëm listën, e dorëzuam 24 orë përpara, kontaktuam me ata, u dham ofertën, jemi në një rrjet normale. A kemi ndezur motorat patjetër. Kemi filluar dhe ne me strukturat tona, shumë shpejt besoj ky është lajm. Të shtunën kemi prezantimin e kandidatit. Po. Vjen zoti Shej, zoti Adron Shej. Sot e ka Partia Demokratike. Ndoshta se kam parë. Përmendët koalicionet dhe bashkëpunimet e minutës së fundit. Normalisht, ne si parti kemi qenë edhe risi në bërjen e dokumentacionit dhe dorëzimit një javë përpara. Ju i dorëzuat të parët fare? Po, pikërisht rreth 6 ditë përpara. Pse për të shmangur këto paragjykime, por edhe për të qenë sa më korrekt, qoftë me institucionet, qoftë me populli. Këto lëvizjet deri në 12 të natës, ose 24:00 të momentit të fundit, apo dhe më pas, sepse kodin elektoral kishte edhe 4 ditë të tjera. Çfarë tregojnë ato?
do të tregojnë që qofto koalicione, qofto parti nuk janë natyrale, nuk e kanë seriozisht. Pra, në momentin që është ose janë interesa shumë të mëdha, qoftë dhe financiare, detyrimisht këto gjëra do shpërbëhen dhe me kohën do tregojnë që të gjitha, qoftë nga anë e PD-s, qoftë dhe nga anë e PS-s. Pastaj këto ofertat e tjera, do me thënë, si pune kryeministrit Edi Rama që thotë do marim edhe dashin, po pasi të pastrohet. Janë ca arroganca të tepruara që kryeministrit i ka treguar shpesh, biles them me plot bindje personalisht që ka ofenduar dhe popullin drejt për drejt. Dhe nuk e ka bërë. Mercato, pazar. Cili është komenti, pse lista juaj është më e mira? Për sa kohë ka edhe kërkesë për t'ju bashkuar partisë? Komentojmë pak listat e dy grupime, Parti Socialiste e Parti Demokratike. I komentojmë pak. Komentojmë Parti Socialiste dhe Demokratike apo tonat? Po, të Vlorës. Listat tuaja ne i pam, ju i prezentuar. Të komentojmë ne të Parti Demokratike dhe Socialiste? Po prap, do kanë në Vlorë. Korsin e tyre, ç'pun kemi ne? Në Vlorë. Po se përballë tyre do jeni për të kërkuar votën e elektoratit, është e pashmangshme, Klodi. Unë nuk i komentoj fare, sepse unë kam kursin time, kam listën time. Nuk kam ndonjë tërheqje unë ndaj apo ndonjë kompleks ndaj dy partive të mëdha se çfarë listash kanë. Ato kanë alternativat e tyre, do të vinë përballë qytetarëve. Ne kemi alternativën tonë, do vinë përballë qytetarëve. E dinë qytetarët se çfarë zgjedhje do bëjnë. Në fund votave. Kështu që unë nuk preferoj që të komentoj listat e dy partive të mëdha. I prisnit emra, ato emra në PS dhe ato emra në PD? I prisnit? Pjesërisht i prisnim, pjesërisht jo. Jemi indiferent sepse ato janë vendimarrja e tyre dhe normalisht derisa janë kaq fluide do shikojmë edhe kjo lloj indiferencë nuk. Edhe kjo terminologji jam në korsin ton. Jemi në korsin ton, jemi indiferent, nuk është në politikë, sepse ju do të shikoni kundërshtarin. Po nuk e njohët mirë kundërshtari, si do të merrni, si do të peshkoni. Ne nuk paragjykojmë, po s'është punë. Jo, ne po themi të analizojmë, jo të paragjykojmë. Se gjysmën e atyre thua popullit ta peshkojmë se kemi edhe grepa. Në gjysmën e atyre njerëzve që janë në listat, si të PD, si të PS-s, unë i kam shok e miq. Pa diskutim. Edhe ju, një pjesë për ju që i keni shok e miq. Ka vlonja plot se vëmë në diskutim. Atëre, ne do bëjmë një analizë. Dhe analiza ndoshta nuk është për një analizë për partinë time apo një parti tjetër. Unë do ta diskutojmë. Ndoshta nuk është një analizë që duhet bënë në studio, por është një analizë të cilën ju duhet të ta bëni. Jo, normalisht si nuk është kemi detyrim le ta bëjmë. Por e ta bëni brenda strukturave të partisë tuaja. Sepse si do t'i hiqni ju vota X partia apo Y partia, si do veni ty tek ai elektorat. Uvure për aq sa njohim, domethënë uvure që te Partia Socialiste, te lista e Partisë Socialiste ishin eksponent të Partisë Demokratike dhe nga ana tjetër e kundërta ishin eksponent të Partisë Socialiste që kanë qenë në zgjedhje apo koalicion apo tjera. Shiko, unë nuk doja që të ndërhyja, ku këtu do të pres pak, sepse unë kam Klodi e di edhe Frosina e din që unë kam 20 vjet përvojë në Greqi. Kam ndjekur dhjetra zgjedhje në Greqi, parlamentare dhe zgjedhje vendore. Dhe në Greqi, që është një shtet jashtëzakonisht demokratik, mund ta themi, sepse është një shtet në të cilin nuk është guxuar kurrë të vidhet vota, që është një votim totalisht i hapur, ka ndodhur që eksponent të SMAIT-s të jenë bërë deputetët së Djathës. Dhe të së Djathës, një sekond, të lutem. Ligji nuk e ndalon. Po një sekond, pra mund të çojmë ashtu deri në fund. Dhe janë bërë të SMAIT-s. Të së Djathës kanë shkuar tek e Majta. Për shembull, ish zëvendës kryeministri i qeverisë së PASOK-ut, që vinte menjëherë mbas ishte ministri i brendshëm në kohën e PASOK-ut, që zhdukuar organizatën e majtë terroriste 17 nëntori, Mihalis Hrishkoidis, sot është ministër i brendshëm i partisë Mitsotakit, Demokracia e Re, që është e së Djathës. Domethënë, pse jo një sekond, sepse ju përmendet që kemi eksponent andaj dhe eksponent këtej. Ajo zonja që ju po flisni është një zonjë jashtëzakonisht e nderuar. Ajo bëri një zgjedhje të sajën.
Po pa tjetër. Atëre nuk duhet paragjykuar kjo. Dhe kjo është me paragjykohet, komentohet politikisht. Dhe kjo është merite Politikisht është e drejta e saj. Pa tjetër, Siç është e drejta e Klodit, siç është e drejta e Klodit, që kur kishim divergjenca, unë kam qenë konsekuent në bindjet e mia dhe erdhi tek ato. Po flasim për politikë apo për ligj. Me ligj ardhi nuk e ndalon asnjëri të vejë në 10 parti në 10 vite. Problemi qëndron nga ana morale dhe politike, unë e shoh si një gjë jo normale, mos them amorale. Pse? Në Politikisht. Në politik. politik. Po nëse mendon se me një forcë politike të caktuar do kontribuojë se të bëjë diçka më mirë për vendin, atëherë është normale që të bëjë një kapacitet të tillë. Se vënë në diskutim ose të gjithë. Edhe që në këtë rast, por normalisht duhet të kesh kontribute. Çfarë kontributesh ka pasur në atë forcë politike? Po mirë. Një person, 2 persona ose 10 persona, çfarë kontributi kanë? Po. Tani, normalisht ti po thua do kur ato kontribute nuk janë vlerësuar nga një forcë politike, vlerësohen nga një forcë politike. Do me thënë e vlerëson vetëm njëshi i partisë. Po njëshi i partisë, dyshi i partisë, organet kolegjiale të partisë. Mos e normale një gjë e tillë sepse i kemi parë, do me thënë që janë katapultuar nga njëra anë në anën tjetër. Do me thënë 4 vjet e para janë katapultuar nga e majta, 4 vjet e tjera janë katapultuar nga se vetë e që nuk e ndalon ligji dhe kaq. Jo, dakord, po në politikë për mendimin tim është shumë amorale. Shiko, politika pa diskutim që është politik, por pa diskutim që ka dhe moral. Por nuk duhet gjykuar moralin nëse një njeriu ti i heq të drejtën që të ndryshoj mendimin. Politika nuk është virgjëresh do të thosh. Pa tjetër orë. Po nuk e ndryshon dot mendimin. Fare as pak o burr. Ardi, shkojmë pak te spaku. Dhe me thënë, këto zgjedhje për herë të parë, 2025-a, zgjedhjet parlamentare për herë të parë, unë them që e kanë frikën, e përmendi Pakegla, s'ka punësime të fryra, nuk ka inaugurime, nuk ndodh që qeveria aktuale të bëjë nga këto aktivitete, sepse janë të ndaluara. Mendoni që këto zgjedhje përfundimisht në Shqipëri do t'i ajo gjëja që u vodhën zgjedhjet, kur themi ka masa drastike, spaku me prokurorinë e përgjithshme për të monitoruar gjithë fushatën zgjedhore. Jo vetëm procesin e votimit. Profesore, spaku e para njerë jemi ndër të paktat parti që bëm një manifestim të madhe, se bën dhe partit e tjera të vogla. Sa besoj që do të të reja, po ishin manifestim të vogla. Ne bëm një manifestim që dua të them goxhat cilësor. Mund të ishte edhe shumë herë më mirë etj, por vendosëm të bënim një manifestim në mbështetje të drejtësisë. Ka qenë në test dhe është në test për ne që drejtësia të jap atë që duhet të bëj drejtësia. Të jap drejtësi. Deri tani kishte arritur në nivele të larta në opozit, pristim të arrinte në nivele po aq të larta në pozit. Të themi ka arritur për herë të parë, duhet t'ja japim këtë merit, për herë të parë kemi arrestimin e një njeriu kaq të lartë në pozicion administrat, kryetari i Bashkisë Tiranë, merret në zyrë, se është e lehti të bësh arrestime nga opozita, se opozita s'ka ndonjë mbrojtje. Dhe ti lehtësisht mund të shkosh tek opozita në nivelet më të larta. Po që shkoj në nivele kaq të larta tek opozita është një auguri mirë, është një shenjë mirë. Për herë të parë. Edhe pse u përpos pa një akuzë, pa një përsëri për te koklavitjeve ligjore etj që po diskutohet dhe sot. Unë po them në parim, ka arritur në nivele të larta. Por nivelet larta sot për sot, ne nuk kemi vetëm arrestimin e kryetarit bashkisë më të madhe në Shqipëri, po kemi dhe në sytë e qytetarëve pasardhësin e Partisë Socialiste. Sot Partia Socialiste është pa pasardhës. A e dini këtë? Sepse Eriun Velia i sheh si pasardhës. Është goditje shumë e fortë. Është goditje shumë e fortë. Tani ne si opozit presim në nivele akoma të larta. Sipas nesh, Edi Rama është i korruptuar. Duhet të shkojë para drejtësisë. Besojmë ne që në këto zgjedhje, të vim tek zgjedhje. Për herë të parë kemi një task force apo jo që do të vëzhgojë. Unë do të isha shumë i lumtur në qoftë se kjo task force do të ishte efikase, sidomos te drejtorët.
Drejtorët dihet në të gjitha zgjedhjet fusin duar tek administrata. U bë dhe kësaj radhe. Dua 10 veta, dua kaq veta nga diaspora. Është bërë në të gjitha qeveriset dhe nuk ikën nga diaspora, i dua nga diaspora. Është herë parë kjo. Dhe arritën tek njerëzit tanë të friksuar administrata, ama se më duhen kaq veta, më duhen kaq screenshote që janë regjistruar se na i kërkojnë punë. Për diasporën. Po, për diasporën. Lere këtu tani. Tani vin momenti tjetër tani, do kërkojnë kartat. Pra këtu ka material spaku sa doj. Përveç blerjes votës, ndoshta mase nuk e ka Vlora me këto bandat e me të fortët, mund ta ketë Shkodra, mund ta ketë Elbasani, Durrësi që janë goditur disa banda, nuk e di nëse do të vazhdojnë prapë, se kam iden. Vlora ndoshta nuk e ka këtë pjesën e bandave, se këtu nuk ka ndonjë influencë, me sa unë kuptoj. Po, shumë mirë, po. Por administrata fut turinjt. Beson Klodi, beson që do bëhet diçka. Unë shpresoj. Në këto zgjedhje. Unë shpresoj. Profesori the me shpirt. Shpresoj që të jap rezultat. Se sa është në test do e shohim. Kam shumë shpresë dhe dua ta besoj. Kemi një risi këtu në Vlorë, domethënë në gjithë Shqipërinë, normalisht është herë parë që Spaku shpërndan prokuror në çdo qark. Po. Që i bie vetëm Vlora, si askund në Shqipëri, si asnjë qark tjetër, ka 3 prokurorë të Spaku. Ka goxha vepra të parashikuara në kodin penal në lidhje me krimet elektorale. Biles është dhe një 52 fraksion B, që ka të bëj me personat që kanë kryer krime elektorale, por në momentin që ata do bëhen bashkëpunëtor, janë të amnistuar për veprën e tyre, por do të tregojnë bashkëpunëtorë. Spaku vetë, ashtu dhe si KQZ-ja, kanë hapur portalet e tyre në lidhje me denoncimin e rasteve. Do me thënë, çdo palishmëri, çdo paregullsi që mund të konstatohet, çdo qytetar është i lirë ta denoncoj, qoftë shitblerjen e votës, qoftë drejtimin e saj, qoftë dhe çdo makinacion tjetër që ndodh rëndom. Po, patjetër. Çfarë për shkakun tjetër do të jetë objekt i këtij monitorimi i këtyre shkeljeve? Çfarë tjetër? Pa kaluar tek vota, themi në proces të fushatës zgjedhore. Po janë shitblerja e votës që ka ndodhur rëndom. Në çdo, si thua, blerje, në çdo zgjedhje, në çdo fushat zgjedhore. Janë premtime, do me thënë, nuk e di e kam perceptim gabuar apo jo, po nga mediat kemi parë, do me thënë, në veri që kanë filluar tek blektorët të shpërndajen ushqime për blektorit për shumë. Të shpresojmë për shumë. Nuk është normale kjo. Dhe këto fenomene duhen denoncuar nga çdo qytetar. Më falni, 2021 profesore u kapën një ditë në shtunë, mos gabofsha, të dielën bëshin zgjedhjet, shpërndaheshin tollonat e bujqësisë me naftë. Një ditë përpara. A thua se ra qielli. Mos ngatrojmë me këto subvencionimet? Po një ditë para, aty e gjetën. Një ditë para filluan të shpërndanin. Kurse presionin e administratës i tmerrshëm. Unë shpresoj shumë dhe e dëshiroj që Spaku të ketë influencët. Klodi, vazhdon akoma që të quhet presion fakti që dikush që është i punësuar, jashtë orari zyrtar, mund të ketë angazhimin e tij personal, sepse tek X parti denonco, jo retorika në vazhdimsi. Nëse ti di raste konkrete, bashkohemi të gjithë që lihet vendi punës edhe shfrytëzohet. Në djenin time kjo nuk qëndron më. Vite më parë po, kur ishte në pushtet opozita aktuale. Nëse tani është mirë që të marrim përsipër çdo gjë që pohojmë, që të bëhemi dhe të besueshëm. Nëse di një rast konkret, jo me teori dhe ajo retorika populiste që vazhdon të qarkullon. Drejtohu, akoma më shumë kur Spakun tani e kemi në dispozicion, çdo gjë në mënyrë ligjore. E mban mend besojnë 2021 që një gazetare shumë kurajoze e përzinte Klosin me zë dhe me figure. Mban mend që dilte nga një ditë përpara kishte mesazhin drejtuar gjithë drejtorëve,
Ca shyen, jo po jam i smuri, mban më besoj. Me zë, me figurë, me filmim e gla. Dëgjoj Klodi, po nuk është çudi. Çfarë doni ju më shumë? Ja ta them unë nuk është çudi dhe unë nuk e quaj asnjë shkelje, më fal, e theksova edhe në fillim. Jo në orar të punës. Jo, ishte në orar pune. Të mbaj përgjegjësi çdo personi me këtë pajtor do drejtorat nga selia e Partisë Socialiste dhe klosin e për këto raste të bëjmë denuncime. Gazetare Afroviti Hysaj e përzinte me vrap me zë me figurë thash. Një gazetare shumë kurajoze e përzinte klosin dhe filloi ai e kaloi si me sportivitet, i hodhi dorën në qafe tjerë. Tani se bën një person kjo zotë që ti mund të përlyesh. Jo, e gla ishin në rresh gjithë drejtorat e gla. Të filmuar e gla. U fshyen pas pallateve jemi të smur than, me zë me figurë. Madje të gjitha këto prova dhe të tjerat, ne edhe në zgjedhjet e 2023-shit, në ata përfaqësuesi që erdhën edhe në takuan të OSBE-s, ja bën prezent madje edhe me email. Gjitha provat. Tani mos mëtoni, mos pretendoni ju nga partitë politike që t'jenë prokuror. Prokuror është tjetër gjë. Unë mund mos i kem provat si që ka i prokuror, se mëse prokuror. Nuk do vendos verdiktin, por në momentin që ti e pohon një këtë gjë, duke ju referuar termave të përgjithshëm, nuk e i besueshëm dhe për qytetarin. Kur e çon si fakt, pasaj të veproj prokuroria. Nuk po them verdiktin edhe gjithë procesin e timor të ndiqni ju. Unë jam prokuror. Unë nëse do të bëja një, më fal, nëse do të bëja një akuzë, do referoja me fakt konkret, se jemi në 2025-ën, dhe nuk shihet më gishti pas një teorie. Jo, ishte ka qenë fakte ka dhënë gjithë mediat. Të besojmë dhe që zgjedhje do të... Faktori pozitiv është që si vjetë ke spaku në teren. Bravo. Gjëja më e mirë është që ke spaku në teren. Dhe nuk përfaqësoni individit të gjithë frymën e një partie. Duhet ta kemi parasysh dhe këtë gjë. Është depresioni, sepse gjithë PS-ja ne e dim, gjithë shtabet elektoral janë punësua në shtetë. Pa tjetër. Nuk ka asnjë profesionist të lirë, apo njerëz që janë pa punë që janë në shtabet elektorale. Shikon, në këtë Shqipërinë tonë të vogël, edhe në këtë Vlorën tonë, do aderojmë në BE, por nuk mund të aderojmë me të shqiptarët. E po pranoj këtu dhe unë të them çështën së parë, që këtu ju të gjitha partitë e reja, pse nuk u bashkuat? Ne tani në mënyrë që t'i jepni të fund pa ndëshkueshmërisë politike. Unë them ndoshta do bashkohen, pasi nuk do arrini dot të gjitha pritshmërinë, do detyrohet të bëhet një bashkësi. Televizja Bashk se i shkon emri. Lëvizja Bashk se do t'i bashkoj të gjitha. Po s'mund të bashkojmë me PS-n apo me PD-n tani. Po jo merre PS-n dhe PD-n. Partitë e reja po them unë. Po nuk ka lidhje bërë bashkë, krijonin një pol të tretë dhe pak nga pak e i rrezonin nga pushteti. Vendosur, ashtu e kemi menduar, kështu po vazhdojmë. Kështu që Antarësia Zoto nuk e donte bashkimin me partinë ideatorët e krijimit të partisë apo titullarët. Ju e keni vënë re që normalisht shumë parti kanë ide të ndryshme, kanë njerëz të ndryshëm, kanë me background, pa background, të përlyer, të pa përlyer. Efektivisht kjo është frymë të partia jonë. Kjo është një frymë që nuk e kemi gjetë veten te partitë e tjera. Dhe kështu që s'kemi si të bashkëpunojmë, është njësoj si në jetë. Gjen një ortak apo jo, në qoftë se shkon, në qoftë se nuk shkon, nuk e gjen. Dhe nuk mund të bashkohesh. Pse s'më ke mua shok? Fiks, s'më bën shok. Unë shpresoj shumë dhe besoj shumë që Spaku do t'jetë jo vetëm në detyrë dhe do të bëj detyrën, po unë them që do të krijoj pak edhe një tërheqje tek partitë, tek subjektet, ndoshta edhe tek qeveria, për të mos bërë nga ato që janë bërë në vite. Për ta frenuar pra pak të gjën e paligjshme dhe besoj. Edhe kështu mua më pëlqen ta mbyll këtë emision sot, duke ju falenderuar shumë. Florian Xhyeri, Ilir Zoto, faleminderit që ishte sonte dhe ju uroj suksese, faleminderit Ardi Stefa, faleminderit Egla Imera, ishte një kënaqësi. Faleminderit edhe suksese të dyve, se për te rezervave pa diskutim, qytetaria, angazhimi edhe respekti personal edhe profesional për të dy, shumë suksese, fushat të mbar. Jam skeptike për rezultatin, por shpresojmë se diçka do arrini.
do ta mundim skepticizmin tënd me votë. Suksese. Të nderuar shikues, ishim bashkë në zgjedhjet 2025 këtu në Blu Televizion. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.